një qëndrim Amerikan që nuk do lejoj aneksimin e Jordanit Perëndimor, edhe pse Kneseti ka shkuar në këtë hap. Në këtë drejtim ka qenë edhe presioni, mund të thëmë, i J.D. Vance-it, zamës presidentit Amerikan, por edhe i Marco Rubios, ku nuk dëshirojnë që ta minojnë atë plan të Trumpit, por mendoj shqyquar në dimenzionin ama fatgjatë do jetë shumë problematike nga se Jordani Perëndimor çdo ditë më tepër po kolonizohet nga ndërtimet e paligjshme, edhe me thyrje të gjitha rregullave ndërkombëtare të kësaj pjese. Dhe këtu është në pyetje që politika sioniste përdor levin mitik të torës e tyre, sidomos me Samarian dhe Juden, ku i konsideron si pika, do thot Judea shtrihet në jug, Samaria shtrihet në pjesën veriore të Vestbankit. Dhe mendoj në pyetjen e juaj që a ka bërë një kthes në gjeopolitikën e lindjes së mesme në përgjithësi Donald Trump, nuk e besoj, nga se do jetë armja do të tregoj që edhe tërë plani do jetë sfidues dhe vështirë i realizueshëm, edhe plani për Gazën. Dhe në këtë drejtim hyn edhe e ardhmja e Vestbankit. Por së paku dëshiron që në raport me vendet arabo-islame, sidomos me Egjiptin dhe Arabinë Saudite, të jetë, mund të thamë, në fjalët e tij korrekt, por këtu vjen edhe Turqia, që me duket është një hatërmbetje e Turqisë, nga se të dy deklarojnë, edhe presidenti amerikan edhe zëvendës presidenti tyre, që Izraeli do vendos për atë pjesëmarrjen e kontingjentit turk. Dhe kjo më duket që në Turqi u pritur si pabesi, nga se Izraeli ka një problem, nuk ka problem me Egjiptin dhe Arabinë Saudite. Bylini ministri i tyre i ofendon për konceptin e Bin Selmanit, i cili, ose idenë të Bin Selmanit, ku ai tregon që varet marrëdhëniet me Izraelin dhe Arabinë Saudite varet nga e ardhmja shtetit palestinez, ose konceptin për dy shtete. Ndërsa përgjigja Vivit, ministrit ekstremist në qeverinë e Netanyahu, deklaron që rruga juaj nuk prish punë, sepse ju mund të shëtetni në përshkretir me deve. Dhe kjo mendoj që ato ku hyn turqt do thotë që është më problematike, ndërsa për të dy palët, edhe Egjiptin edhe Arabinë Saudite, që ndërlidhet edhe me çështjen e aneksimit të Jordanit Perëndimor, edhe pse Kneseti izraelit ka marrë një hap të tillë që realisht është poshtrues i paligjshëm ndërkombëtarisht, por mund të them i thyer me të gjitha rregullat ndërkombëtare, por mendoj që provokimet e tilla izraelite që në praktik, mos harrojmë se sot në Jordanin Perëndimor minimalisht së paku ka dikon afër 500.000 kolon hebre me ndërtimet e tyre të paligjshme, dhe kjo është, do thotë, një situatë edhe nga marrëveshja Oslo 1, Oslo 2, në 1994-95, vazhdon ky ritum i tillë, edhe pse kërkohet që Izraeli të ndaloj këto ndërtime ilegale. E qartë, zoti Blali, nga ana tjetër, në prapaskem përflitet, ndërkaq se Washingtoni po përgatit një paketë re bisedimesh mes Izraelit dhe Palestinës. Pyetja ime është nëse është ky tashmë preludi i një marrëveshje të re pra Abraham që do të ndryshojë edhe kufit e politikës së rajonit. Po sigurisht Amerika në vizionin e vet për lindjet e mesme në përgjithësi, jo vetëm në lindjet e afërt, dëshiron që me aktin Abraham të arri, mund të them, një lloj sigurie për Izraelin, një paqëtim me vendet jashtë konceptit të termit historik Palestinë, dhe këtë raport ta krijoi me vendet e Golfit, me përjashtim të Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat kanë, mund të them, një raport tani më të ditur botërisht, por me Arabinë Saudite, Katarin
besoj që do jetë ndoshta, por edhe me Sirin, në këtë rast, pas ndryshimeve dhe të një lufte, mund të them, të ranë civile që ka ndodhur në Siri dhe ndryshimin e regjimit të Asadit. Koncepti i tillë nënkupton pastaj edhe me Libanin. Do thotë është një numër vendesh të cilat për interesat amerikane janë shumë të rëndësishëm. Mendoj që amerikanët nuk dëshirojnë të lëshojnë rrshqitjen e këtyre shteteve në kampin apo në interesat kineze, por edhe ruse. Meqense rusët deri dikon tentojnë, po edhe me vizitën Al-Gjolanit, apo Al-Sharës, i cili ka bërë një vizitë në Moskë, dhe kryesisht është biseduar për trupat në Tartus, në pjesën, do thotë që lidh me Bregdetin rreth Bazleut, pjesën ku trupat ruse janë të stacionuara, qysh në marrëveshjet e viteve 1970. Dhe mendoj që amerikanët janë të interesuar të kenë një dominim edhe për decenjet e ardhshme. Kjo është një pikpyetje e madhe dhe varet nga tërë angazhmoni amerikan për të arritur një konsenzus për zgjedhjen, mund të them, të solucionit me dy shtete. Por kjo është, mendoj që jetike për të dyja palët, edhe për Izraelin, por edhe për vendet arabe të cilat mendoj që pa pasur balansin dhe pa arritur që të krijojnë balanset e tilla në aspektin e sigurisë dhe të militarizmit, është vështirë që të kenë një marrëveshje, apo edhe marrëveshja Abraham mund të jetë në letër, çdo gjë mund të shihet, kjo po shihet edhe me rastin e planit në Gaza. Do thotë problematika është realizimi i atij plani, apo mund të them praktikisht sa do ketë mundësi që planet e tilla të jenë të realizueshme në terren. E qartë, por me kërcënimin e Trump, zoti Bilali, se Izraeli tashmë do të humbasë mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo shihet dhe fundi i aleancës pra më të shenjtë të shekullit të fundit, asaj mes Washingtonit dhe Tel Avivit? Kjo ka një ndërlidhje tjetër. Po që se ka një ramje, mund të them, ashtu kështu në opinionin publik në Amerikan, por edhe në gjithë globin, lufta në Gaza, mund të them, rejtingun e Izraelit e kanë ngritur në nivelin 0. Dhe kjo tashmë është publikisht e ditur me atë që ka ndodhur në Gaza. Por në administratën amerikane nuk e besoj, ka disa shenja që duket ka deklaruar edhe vetë Trump që ka një ma herët ka disa deklaratat e tij që në Senatin Amerikan ka një zbeje, nga se me siguri fuqia tillë e lobit izraelit ose hebre në Amerikë mund të ketë, mund të them, ngritje zbritje varësisht nga situatat apo nga krizat që mund të jenë, siç është lufta në Ukrainë, apo edhe ajo rreziqet në Indo-Paqësor. Por mendoj që fuqia e lobit hebre në Amerikë është jashtëzakonisht e madhe, ata kanë ndikim shumë të madh në shumë kongresmen amerikan, ashtu kështu kanë ndikim s'do harruar që një numër i ministrave apo sekretarëve të shtetit në SBA kanë prelud apo preardhje hebreje. Dhe kjo nënkupton, sepse edhe nga republikanët, edhe nga demokratët, çdo herë një president mund të qëndrojë në pozicionin e tij pa brenga, po që se ka përkrajen e këtij lobi. Mirë, është një deklaratë interesante e Netanyahu që deklaron nga ajo që është për aneksimin, idenë e aneksimit të Jordanit Perëndimor, por tregon edhe deklarohet që ne nuk jem kolonie e shëbave. Do thotë dëshirojnë ta mbajnë tash, mund të them, kush mund të jetë koloni, e para e dyta në raport me njëra tjetrën, është një pikpyetje më. To duhet ta themi troç, nga se mendoj që është me interes që gjanat e thuan ashtu si janë. Mendimin lokal
në Ballkan ndonjëherë ndryshon, nuk ndryshon, është kokfort, nga qëndrimet, mund të them, me informacione të pakta, apo nga mosnjohja problematikës. Duhet të them që të dalë dhe të ndalidh këtë me aspektin rreth ndikimit të lobit ebre, që Izraeli do thot ka dy problematika në të ardhmen e vetë. Lidhen dhe dominimin në administratën amerikane që të jetë me ndikim dhe vizioni amerikan për hapat Izraelit të jetë në kontinuitet me apetitet e Izraelit. Dhe dyta, është shumë interesant, dje Netanyahu ka pritur shefin e shërbimit inteligjent egjiptian, Hassan Rashed, i cili është